Me këtë datë, filloi një luftë për shirimin e vendit, një luftë që shqirohet një herë për gjithmonë nga hordhit çetnike paramilitare serbe. Ne e dim kush është krimi, ne e dim kush ka bu krimi në këtë vend. Krimi dhe gjenocidi ka emër dhe mbiemër. Ajo është Serbia në krye me kriminalin Milošević. Këto data ne që sot i festojmë janë të mangëta për neve. Ne kemi 4 burra edhe të tjera që mos jesë hak, sot gjindën propaganda pa drejtësisht. In Ismail Kadare's novels, such as The General of the Dead Army and Broken April, Albanian warriors and clans are depicted as fierce, but also bound by ethical codes that temper violence with dignity. This restraint is part of what Kadare calls the supreme ethical category in Albanian life, where virtue can override blood ties. Veterans, above all, carry the responsibility of being chivalrous and respectful. You know better than anyone the cost of war, not to repeat the mistakes of those who once wronged you. Being a patriot is not only about defending your country in times of war, it's also about upholding the Constitution and laws in times of peace. Çka thoshte një ditë që kjo është zorë me folë, që kjo ditë ka folë në histori, ka folë në kohë. Edhe falë kësaj dite jemi këta qërë. Jemi shqiptarë, flasim shqip. Jemi në troje tona, po ku të që jemë, me ndjenin e përbashkët. Pra kjo ditë nga bashkan është ditë e bashkimit, edhe e gëzofshim bashkë gjithë. Po ashtu, atë dojmë me marrë mësime nga e kaluara, gjithsesi se po, është e vërtet që një artin e luftës e dim, e kem di. Edhe pse shumë tjerë na përçmojnë, na nënçmojnë në për etapa, ne i kem dalë përballë një fuqie në atë kohë më të madhe së këtij rajoni. Miloševićit i dalën për kontrollit, e cili ka pas të akumulu me teknologji ushtarake të 50 vjetë të Jugoslavisë. E ka pas vijen qelë me Rushin, qelë, pas një ndales, edhe ka pas edhe mbështetjen e një botë të caktuar. Na i kem dalë përballë, nuk ju kemi nalë luftën sonë, edhe e kem bërë, kuptohet, me jetën tonë.